Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi në emisionin numër 65 podcastit ton. Sonde jemi me një figurë të njohur të sportit të basketbollit në Shkodër në Shqipëri, ish basketbollistin e njohur të vllaznisë së viteve 80, me pas trajner i njohur për shumë vite, me pas pjesë e rëndësishme e strukturave drejtuese në Ministrinë e Sportit, por edhe për shumë vite kontribues si sekretari i Federatës Shqiptare të Basketbollit. Jemi sonde në studio me një nga emrat shqiptar të njohur të basketbollit shkodëror shqiptar, zotin Kurab Llazani. Zotin Llazani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë të gjeta. Besoj që ndonjëherë në darkë vonë bëni një analizë të viteve të gjata të kontributit tuaj në sport. Që kur kam fillu sportin, i organizuam, domethënë, po bëhen rreth 50 vite. Dhe ke se çfarë të thuash dhe të mendosh? 50 vite në jetën e një njeriu janë shumë. Por në aktivitetin sportiv në përgjithësi nuk është në një kushtet di se çfarë. Por në jetën e një njeriu janë shumë. Unë sportin e kam fillu që herët, ka qenë një iniciativë në atë kohë krijimi i strukturave me moshat. Unë në atë kohë isha në shkolla Lilaçaj dhe kam fillu si tanë fëmijët, domethënë me sportin e futbollit. Profesori Selamidani sapo kishte lënë aktivitetin si futbollist dhe vjen dhe na mbledh disa në shkollën e Lilaçaj dhe në një poshtë kodrave atje në Vekshar, aty filluam stërvitet e para. Natyrisht kjo ishte një periudhë kohët dhe pastaj kalova nga profesor Silamia me Nikol Gjergjin, deri në një moment caktuar, domethënë që shokët e klasës, ashtu siç unë shkova në futboll, shokët e klasës ishin angazhuar në ekipet e basketbollit. Dhe në atë kohë, domethënë, baza materiale ishte e pakët, ne lushim me kaq top 100 lekësh, kush e kishte, edhe të pashkum, jo ma me topat që ishin në atë kohë topat e kuqe njëri tjetër. Po me qenë se kam qenë fëmijë rritur në kanë sportak, dhe kam qenë shumë i lidhur në basketbollin, por dëshirën e kisha të futbollit. Shumë shpejt, domethënë, u përfshiva me ato shokët të klasës. Aq sa u mlidh të gjithë shkolla, në pushimin e madh na pa, domethënë kur lushim ne në ato borë në kampionatin sportiv të shkollës së Lilaçit. Rastësisht, pastaj me qenë se unë në futboll i kishe stërvitje ditë hane, ditë mërkure dhe ditë premte, shokët e mi të klasës bëjshin stërvitje këtu tek poligoni i Qitjes, kanë qenë një 2 fusha, basketbollit dhe 2 volejbollit, dhe në atë kohë ishte largu nga ekipi i parë si trajner profesor Bujar Golemi, dhe po luisha unë nga një anë e fushës, po ishte një shokët e mi luishin më tonë. Në një kohë, domethënë, më kishe marrë një top të aty, edhe ato po punojshin në edhe, po gjujshin ne nga rruga. Kur më thret profesor Bujari, më bën me 2 gishta kështu. O çuni, hajde. Unë gjithnjë shkoj si fëmijë në qend, më dhan topin në dorë. Jo, të thajte kështu. Bënë të rapshëm. Ne bëjshë të rapshëm. Isha fëmijë rritur në kanë Spartak. Gjujt edhe lirë, po pëse s'vjen stërvitet? Unë stërvitin e kam nesër, i thash. Si nesër? Unë jam futbolli, i thash. Po djali ku je? I filoni. A mirë se flasun e babën. Dhe ka të spjaftoj kjo ka kënë shkënia ime e parë, domethënë për të infiltru, për të bërë strukturë e basketbollit. Pastaj ardhi u interesu në shkollë, se baba i thotë shkolla, mirë thotë shkolla, ne edhe kënej, më nga të ke shpërirë në kështu më radhë, por përfundimisht unë ngelën basketboll nga e moment. Vitet e basketbollit janë vitet bukra, që më tepër një qytet si Shkodra, që ishte emna. Ishim fëmijë fare të vegjël, kur ata rrugica e klubit ku delshin sportistët aty mu të shtëpia ime, kalojshin Luan Shatku, Nikolin Palli, Radoja, Petrit Osmani. Je rritur me figurën e këtyre sportistëve? Unë kam qenë i përditshëm kanë sportak. Unë kam qenë fëmija harakat i kanë në sportak. Dhe domethënë i shifshim me mallështinë e tyre sepse ishin personazhe shumë të spikatëm në qytet. Dhe
U bë si thush një lloj magnetit për të përfshirë në skuadrat e. A fillove të mendoje që një ditë do t'jesh edhe ti i adhuruar i fëmijëve të vegjël pastaj? Shiko, unë me të rit kam luajtur shumë pak. Shumë pak kam luajtur me të rit sepse profesor Renato Radoja me njëherë në vitet 77-78, nga vitet 77-78 më afroi domethënë si iri me perspektivë tek ekipi i rriturve. Nuk mendojshë në atë kohë që unë do të jem një personazh që mund do të më adhurojnë të tjerët. Unë në atë kohë mendojshë si me kalu mitin. Si me lujt kundër Pirro Kolekos, si me lujt kundër Edgar Priftit, si me lujt kundër Kastriot Mushit. E kupton, domethënë, kjo ishte ajo ambicia e triut, domethënë, për të ecë përpara. Pastaj kjo për të adhuru tjetri, duhet të jesh shumë punëtor, duhet të jesh shumë i disiplinu, duhet të jesh shumë korrekt dhe duhet manifestosh qytetari që të duan të tjerët. Nuk e di se sa e kam arritur saj. Kjo gjetet tek ekipi i parë në momentin e kalimit tek ekipi i rriturve. Kur ishte profesor Renatoja, ishin 19 lojtarë, ishte Zef Gjoni, ishte Mit Taçi, Refik Vorfa, Lorenz Mosi, Dajt Kotri, Akim Haliti, Medi Bajri, thash Mit Taçin, mos gaboj, po ishin bomba. Ishin bomba. Marini që ishte një vjetë e gjysë 2 vjetë për para me, sepse e ka shëshnu Renatoja prej fillimit të. Më dhe shkova unë, më përfshina unë. Mas me edar dhe Agustin Miculi, e kupton? Dhe ishim bile në thote Zergjoni, sepse ata e kena pas me të ndrejtën edhe si support moral në skuadrë. Pipat thote, për mua e për Marinin, pipat. Sepse ishim ma të rritë e ekipit, e kupton? Por që skuadra vllaznisë në basketbol, pavarësisht se u do të më përballë me një Partizan të pa arritshëm nga aspekti organizativ, nga aspekti përcjelljes lojtarëve, nga mundësitë ekonomike, nga mbështetja e tjera, por gjithmonë domethënë skuadra me humb shkollë ishte problem me dalë në rrugë. Të kjo ka qenë deri momentin që u rivendos kisha e madhe në Pallat Sportit. Ka qenë një moment. Shumë prej sportistëve sotëm nuk e kuptojnë këtë shprehje që të nesërmen e kam dëgjuar tek ish futbollistët. Të nesërmen një humbje në Shkodër diçka ose ndoshta edhe jashtë, por ndeshje të rëndësishme nuk kemi dalë në Shkodër sepse na vinte zor nga tifozët. Sot nuk e përcaktojnë sportistët sotëm. Ky është një realitet i jetuar. Dhe nga kisha e madhe, unë shpinën e kam mu përballë rrugicë klubit Vllaznia. Nga kisha e madhe, për me ardhë mund t'i bishe nga ishdeka me nësë me miran pjatës, me në shpi, po ishte dhe rruga tjetër me ja fut drejt, me dalë nga ura dervish bek e me ardhe me hinë shpi. Kështu që në rastet ashtu, u detyrojshim me hyp bicikletës, me ardhe nga i drejtim për të shku në shpia. Me gjithë se me thana të qersh, dhe me thana, ne në kanë dasht, ka kërë një periudhe mirë në atë kohë ekipit të basketbollit. Populli në ka dash, në ka respektu, jemi mirënjohës, dhe më thonë, dhe nuk e di se sa e kena meritu një respekt, një dashamirësi të ty në adresën tonë, por me thonë vërtetën, kena ka një ekip i edukum, një ekip që punote seriosisht, një ekip që i të heqën për Refik Vorf, që ka meriti jashtëzakonshme, dhe më thonë, në aspektin e edukatës, sjelljes, komportimit në fushë, komportimit jashtë fushës, një personazh lider, kuptimin e vërtet të fjalës lider. Cili ka qenë pozicioni në fushë i Korar Bllazanit? Unë kam qenë organizator. Nga një herë sfostohesha në pozicionin 2, po kryesisht domethënë nga viti 80 deri në që u futa definitivisht, në kupën e janarit të 81-shit, që aty mora spuntën për ti definitivisht në formacion, deri në 90, fundin në 93, deri me 11 janar të 94-shit, që u detyrova dhe u largova prej Shqipënisë për një periudhë kohë, periudhë në cilën e lash sportin, bile në
kampionatin e 93-94 që dolëm kampion, unë fazën e parë e kam mbyllur në pesë, mandej u largova nga ashtu siç i kanë shumë shokë për skuadra, një skuadër që ishte me shumë perspektivë, ishte një skuadër me një shtatënalësi për atë kohë, domethënë, me islamse, me emra që të janë shpërndarë për botë, por që do të ishte me interes ndoshta edhe për shikuesit të na përmendin karakteristikat disa për lojtarëve. Përmendën pak për Refik Vorfin, por ndoshta një nga emrat që nuk është folur shumë është Mitaçi. Mitaçi ka qenë një basketbollist që ka luajtur organizator, i cili ka debutuar me ekipin e Tritonëve në vitin 66-67 dhe e ka mbyllur karrierën në vitin 83. 16 vite, 17 vite karrierë. Domethënë, aq ka kanë kontributi i Mitaçit sa që flitet pak, nuk e di se pse, po Miti gjithmonë ka pas vendin ndoshta nuk ka qenë se ka fituar në 67 nuk ka qenë titullar kur janë fituar trofet. Në 81 ka qenë titullar që u fitu Kupa e Shqipërisë në Shkodër. Po ka qenë që ka marrë pjesë në kupat e Europës. Ti ndoshta e tin, por ndoshta spektatori është mirë me e ditë, është e vetë një skuadër shqiptare, e para skuadër shqiptare, që ka fituar jashtë Shqipërisë në Kupat e Europës. Me Galatasaray. Është e para skuadër që ka fituar në Kupat e Europës, ne i përmendim barazimet me Oransodën e tjera, por që ka fituar jashtë vend në Kupat e Europës, është ekipi i vllaznisë me Galatasaray në vitin 72. Dhe pjesë e tij ka qenë edhe Mitaçi. Edhe Miti ka qenë dhe ka luajtur shumë. Refik Vorfa një lider. Po. Kanë marrë kontributin ato çfarë kanë dhënë? Kanë marrë, mendoni ju, secili prej këtyre lojtarëve respektin, vlerësimin? Nga populli i Shkodrës besoj që po. Është personazh. Sepse pallati sportit i mbushur çdo ndeshje. Absolutisht. Ne u shefshim se s'kishim mundësi një garantu bileta, njerëzve. U shefshim. Nuk e beson ndoshta, po. Dhe ka qenë pallat shumë më i madh se sa salla sportive që është sot. Dhe ka qenë shumë problem për bilet. Dhe ka qenë, nuk e pas edhe mundësinë për të njek në televizion. Edhe pallati i sportit i Shkodrës, në kishën e madhe, ka qenë si arenë. Domethënë, poshtë ishin fush, ishin gladiator, dhe nga sipër, domethënë, ishte publiku, ishte rrethuar, dhe një sallë një akustik të mrekullueshme, dhe të jepte një lloj adrenaline që i lumë kush e ka provu. Avenir Kalaja. Po. Avenir Kalaja 2 metroshi erdhi mas në Agustini 2-4. 2-4. Po, që kanë njëkohësisht me Avenir. Erdhi Tom Çapaliku me 2 metër, erdhi Altin Shatku 2 metër, erdhi po të thëmë, Sokoli ishte 1,97, dhe më thënë, po Sokoli ishte mix, ishte universal në pozicione. Avenir Kalaja ishte një lojtar voluminos, nga i cili skuadra merte një sasi të konsiderueshme pikësh. Natyrisht nuk e kishte shkallësinë e këtyre tjerëve, nuk e kishte zhdërvjellësinë kombinacione me shokët, por ishte një lojtar produktiv për skuadrën. Një lojtar që ka luajtur në Partizanin, ka fituar titull kampion, është pagrumbullur me ekipin kombëtar. Dhe mos gaboj edhe në një përforcim me ekipin e Partizanit. Pra, me qenë se lojtarët e gjatë në atë kohë ishin të rrallë, nuk kishte lojtar të asaj nëllësie që i vendit tonë i mungoheshin, Aveniri bëte pjesë në ato lojtarët e preferuar. Qytet Kodri? Super talent. Qytet Kodri, një sallak, por dhe më thonë ishte i fije emocional. Edhe Xhaxhe shkoi deri në ekip kombëtar, Hidajeti shkoi në ekip kombëtar, mori pjesë në turneun e Greqisë, mos të gaboj.
ka marrë pjesë në Turqi, me Galatasarajin, ka qenë pjesë e grupit, me një periudhë kohore shumë të gjatë në basketbol, luti deri në 90-ën, erdhi në turneun që ne bëm në Itali, Maggio Barese në vitin 90. Dhe aty mas e ndërpër, nuk erdhi për të luajtur përsëri me Galatasarajin, por deri atje domethënë erdhi, ka pasur një karrierë shumë gjatë, 18-20 vjet gati. Thatë filluat në fillim të vitit 81, hyt në peshën e parë dhe Në ekipin kombëtar, në ekipin e trejdorëve unë kam shkuar në edicionin 77-78. po si protagonist peshën e parë pas vitit 80 pastaj. Po, 80, 90 deri 93-shin, fund 93-shit, domethënë s'kam dalë më prej Ishte vështirë për Kurab Llazanin të organizonte lojën. Shiko, unë kam pas fatin që kam pas shok të mirë. Kam pas shok në skuadër që ishin mjaft punëtor, ishin me cilësi të mira, ishin dhe organizatorit domethënë lehtësojnë punën kur kanë përbërë një shok, sepse vetë një basketbolli është një lojë kolektive, është një lojë që të mëson se si me jetu, të mëson se si me umrojt, të mëson se si me pas objektiva, të mëson se si me bashkëpunu duke dhënë dhe duke marrë një pas, të mëson se çfarë mundesh me prodhu nga grupi. Pra, është lojë që don shok. Dhe kur i ke shok të mirë, edhe organizimet bëhen të mira, edhe ato rezultatet aq modeste sa i kena pas, domethënë, që s'kena pas një rezultat kushtëdijshëm, se çfarë kena marrë 2 kupa, 2 kampionate, domethënë që kanë kenon. Pastaj Mendoni që ishin pak 2 kupa, 2 kampionate apo rivaliteti ishte i madh? Shumë pak. Shumë pak, veçanërisht mas vitit 85, deri në vitin 90 ne kena qenë finalist të vazhdueshëm, ndaç në Kupat e Shqipërisë, ndaç në kampionatin kombëtar dhe për arsye objektive dhe subjektive ne nuk kena arrit, domethënë, me marrë aq sa ishte produkti i skuadrës, aq sa ishte fuqia e grupit. Por them që kena bërë basketboll të bukur. Një brez i shkëlqyer edhe në gjysmë 2 të vitit 80, sepse pastaj ishte edhe Sokol Kale protagonist dhe të tjerë. Sokoli ka ardhur në 83-shin, 82-83-shin. Mas nëna në 84, 85 ka ardhur Mikeli. Mandej me hi me lujt Mikeli ka fillu mos i kur e fiku, fut Mikeli që u bë definitiv. Mikeli të shkret i ka taku me lujt shumë pak në skuadrën tonë, se nolli eksodi i iku dhe sikur o nërprej, se Mikeli mund vazhdojte shumë gjatë. Po ishte lezet, domethënë, Mikeli ishte një lojtar që t'ja hidhshte topin ku dushe dhe ta kapte. Sokoli ishte një lojtar, domethënë, që të mundot të marrë pa shpinën, që i jepshe topin e hidhshte e kapshe, ishte si të thush, ishte komoditet me lujt me këto shok. Marini, po të ishte në qoshe, Marini krijoshte një kombinacion e hidhshit, Marini topin në qoshe, Marini me një herë dhe të gjyte top. Pra, kena u kriju një ensemble çfarë të them, domethënë që të emocionon edhe sot e kësaj dite, kur ne mendon, kur i shoh një herë ato foto dhe ato gjanat, kur shoh në sekuencë filmimit se në cop filmim edhe e kam gjetë dikun edhe kur i shoh një herë kështu të njallin një lloj nostalgjie, domethënë ai pallati i mushur, ai publik tyra për lozhesh. Njallë emocion. Trajnerët kanë qenë në nivelin e duhur për të përballuar një Partizan, një Dinamo, një 17-ndor nivele të larta? Tash unë kam filluar basketbollin me Byrë Golamin dhe kam mbyll me Petrit Osmani. Trajner të mi kanë qenë Feti Borova, Bujar Sheu, Astrid Greva. Më të mirë që ka pas Shqipëria. S'maj mend ndonjë tjetër, po unë me këto kam bërë ekipin kombëtar prej vitit 80 deri në vitin 90. 10 vjetë që kam kanë ekip kombëtar. Me të thonë drejtën, gjithë secili kishte veçoritë e veta. Por unë personalisht domethënë trajnerët e Shkodrës i vlerësoj maksimalisht. Kanë një fije larg qendrët. Kanë një çik periferik, por shëndet edhe kur janë grumbulluar në ekip kombëtar, vetëm mund të kanë rrethë.
e morin Avenin një provë, Gusit një provë, si morën më vetëm ishte nga rrethët. Mos nëna erdhi Sokoli, më në erdhi, më vonë erdhi Mikeli, më vonë ishte një Isak nga Elbasani. Kristo Isak. Po, gjithë ishin nga Tirana. Pra, si thush tani të Shkodrës ishin i çik periferik. Më vonë fillon me aktivizu Renaton në 80-ën si Sevans me Fetion, më në Petritin, profesor Petritin me ekipin kombëtar të trinjve, por gjithmonë domethënë jo në fokusin si thush në të tavën kryesore. Por punëtorët kanë gjithë. Punëtorët dhe kërkuesët kanë gjithë. Për çdo sportist, grumullimi me kombëtaren është maja e karrierës. Dhe besoj që ju i plotësuar edhe në këtë aspekt, sepse thatë gati për 10 vite keni qenë pjesë e kombëtarës. Shiko, mund kam pas fatin me luajtur në 5 ekipit kombëtar. Dhe s'ma ka pyet fort kush, domethënë, po çan si ka dokumentat janë aty. Por që nihesh i plotësuar. Jo më njeriu ka kërkesa. A ke parasysh? Ka kërkesa nuk është se nihet i plotësuar. Ne kena pas mundësinë për shembull me pakën dhe vend tjetër, edhe si që janë sot mundësinë, ndoshta mund të kishim ka përcy atë nivel, si tush. Mendoni që mund kishit luajtur me sukses edhe në tuaja? Në atë kohë? Po. Në atë kohë kanë shumë, jo vetëm unë. Kanë shumë që mund të kishin kanë pjesë skuadrave për të Shqipërinë. Absolutisht po. Domethënë, unë isha 1-19, lyshe organizator. 1-19 organizator, domethënë. Që nuk e shef sot. Me këtë zhvillim që ka basketbolli, nuk e shef sot. Dhe lyshe organizator, e kupton? Por që ato kanë kushtet, domethënë, dhe për kushtet që kena pas, arritja më e madhe ka qenë respekti i fituar në popull. Si ishte një ndeshje për Kora Ballazanin kur futi në pallin e sportit? Kishe emocione kur shikoje pallatin plot e për plot? Nuk e dija më në mend ti pallatin e sportit e kisha mëdhe. Poshtë shkallëve ishin dhomat e sportistëve. Dhe ne del të trajnerë dhe bëhet analizën. E kupton? Ndërkohë, përpara nesh do të kishte një ndeshje tjetër. Dhe kur mbaronte ndeshja, do bëheshim gati ne për me hi. Të dukte sikur do të ushemte mrën prej njerëzve që ishin prej bërhoritjeve dhe adrenalinës që kishte marrë turma që na pritte ne për me hi mrën. Veçanërisht në ato kupat që u bëshin gjysmëfinalet dhe finalet që u ndrojshin skuadrat mos i marrëshin ndeshjen. Dhe duhet çdo person që është me mishë, me gjak, domethënë ka të pa mujtë, mos me pas. Por unë kam pas ndoshta një veti që unë emocionin e kam kalu me një djershiti. E fuçe një sprint. Nxjerrshë djershën e parë, mos ndena mos mbate për shtypje sikur bitë dhe tavanin top. Dhe kjo është diçka pozitive. Po, besoj. Besoj. 4 trofe me Vllaznin. Tha që ndoshta duhet kishte më tepër. Gjithaj brez lojtarësh, por ka pas shumë konkurrencë? Konkurrencë ka pas, kryesisht ka qenë Partizani, një ekip i super mbështetur në çdo aspekt, me një eksperiencë të trashëguar në vite, kishte shumë kampionate të renditur njëri mas tjetrit, shumë kupa. Pra ishte një skuadër që ishte nën vëmendjen e veçantë të ministrit të mbrojtjes, zëvendës ministrit të mbrojtjes, shefit shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare, dhe imagjino ti domethënë se çfarë interesi, çfarë mbështetjet kishte ekipi i Partizanit. Përveç ti edhe dilte një Dinamo, një 17 apo ndonjë skuadër tjetër që ju sillnim në përkom, të them të vërtetën. Ju sillnim në përkom me të tjerët, por në Shkodër asnjë ekip, edhe ky Partizani i fortë, domethënë, asnjë ekip nuk ka ardhur në mendjen e fjetun se në Shkodër fitohet. Asnjë. Dhe ne me këto skuadra të tjera të Tiranës përveç të Partizanit, kryesisht në Shkodër, kena fituar rrallën e ndeshje kena. Keni qenë të privilegjuar edhe nga
drejtuesi i pushtetit lokal? Dikush ka siguruar një punë më të mirë, dikush një shtëpi, dikush diçka tjetër? Pjesëtarët e ekipit basketbollit vllaznis kanë pas privilegje? Me të thënë drejtën, privilegje din cili ishte në atë kohë, domethënë, privilegj e konsideroheshin, por nuk ishte privilegj. Një mësues me dalë 3 herë në javë në shkollë dhe 3 herë tjera me bë stërvitje. Një punonjës në marrjet me bë 5 orë punë, me ardhë me u shqyrë në klubin vllaznia dhe mësnej me dalë stërvitje vllaznie. Kjo ka qenë deri në vitin 83. Në vitin 83, me një vendim të shtetit shqiptar të asaj kohe, u kriju ideja e gjysmë profesionalizmit. Çfarë ishte gjysmë profesionalizmi? Çdo kush që ishte pjesë e një ekipi në kategorinë e parë, pjesëtar e këtij ekipi, duhet të shkojshin një ditë në javë në punë për të ruajtur vendin e punës dhe drejtën e atestimit, ndërsa arsimtarët apo kushdo tjetër duhet të shkojshin një herë në javë në shkollë për të ruajtur vendin e punës dhe drejtën e atestimit. Ndërsa lojtarët e ekipit kombëtar dhe kandidatët e ekipit kombëtar trajtoheshin me një rrogë në atë kohë ishte 8.000 lekë dhe me një trajtim ushqimor 25 lekë ose 250 lekë. Për klubet që kishin që ushqeshin në restorante, ndërsa për klubet që kishin mencat e veta ishte 200 lekë. Mirë po në atë kohë rroga një ministrit ishte 12.800 lekë. Dhe rroja sportistit 8.000 lekë? Dhe një sportist elitar, që ashtu konsiderosh sportist elitar, 8.000 lekë plus 1.000 lekë që mërte në shkollë, u bote në 9. 25 ditë kalendarike, në 200 lekë, i thoshin edhe 5.000 lekë tjera, dhe shkote 14. Pra i shkote më tepër sa rroga një ministri. Sot nuk është këtë benefit. Sot sportistët punojnë kamarera, marrin turnin, mundohen për me bë sport, por që në vërtet bëjnë fiskulturë. Dhe nëse me rezultatet e asaj kohe, të kësaj periudhe ku fillon sporti profesionist, deri në prag të ndryshimeve demokratike, shumë sporte në Shqipëri kanë mësuar një hop cilësor. Dhe përrjedhoi u rrit numri i pjesëmarrjeve në veprimtaritë ndërkombëtare. Tani janë kushte tjera, janë mundësina tjera dhe shpresojmë që gjërat shkojnë më mirë. Por ngelemi të shpresa, pa u realizuar ca gjëra që janë të domosdoshme, njeriu duhet të rinë duke shpresuar. Vllazoni, a është e vërtetë që basketbollistët janë intelektual, ka një shprehje? Ka një ide të krijuar që lojtarët që janë marrë me basketboll janë intelektual, ndoshta nga që shumica e tyre kanë qenë mësues apo diçka tjetër. Jo vetëm aq. Më fal për mungesën e modestisë. Por po të marrësh në gjithë Shqipëri. Jo në Shkodër. Pikërisht. Shkodër ke gjithë lojtarët e basketbollit. Kryesisht, domethënë kanë manifestuar një nivel më të lartë se sa e martesin intelektual është shumë, sepse intelektuali është i fije term i keq përdorur në Shqipëri, por kanë pas një nivel kulturor, një sjellje, një disiplinë që ka lënë shenjë për të mirë në të gjithë periudhën kohore që kur amerikanët solën basketbollin në Shqipëri e deri në ditët e sotme. Gjithmonë ka edhe raste të veçanta, por që në këto raste të veçanta nuk bëjnë përgjithshme. U shputet në seshtat në janarin e vitit 94 nga sporti i luajtur. Por rikthyer pak më vonë si trajner. Mas një periudhe disa mujore, domethënë që unë isha në Itali, u ktheva dhe vizitën e parë në shtëpi më ka bë Petrit Osmani Mastrit Zaganjori. Punë orësh, sikur kishin marrë vesh që unë u ktheva, dhe kërkuan që unë rit të rifilloja basketboll. Natyrisht ishin miqtë e mi, dhe me të thënë drejtën unë isha qef prish, sepse nuk në 94 unë isha 33 vjeç. Edhe nuk mund të shkoja në Llaç
djalin e kishte të vogël. Nuk mund të shkoja bëshë servitje në Llaç edhe të luja në sallë. Pra, unë kam pas gjithmonë parimin që sporti është monopoli i rinisë. Dhe ajo duhet përkrahë. Çdo kush e ka rinin e vet dhe atë rini duhet ta shfrytëzojnë dhe t'i japin aq sa mendon dhe mundet për me dhanë. Por njëkohësisht duhet me kuptuar që sporti është pjesë e rinisë dhe asaj i takon çdo gjë. Dhe në momentin që u ktheva, i thash profesorit që unë edhe pjesëmarrjen që kam bërë nëpër neshe i kam bërë të sforcume, sepse e kam të pamujtun me dalë me bërë nëpër Llaç më. Kurse këto të rit e kanë jetën përpara, inshallah ka mu bë diçka, ka mu bë e mirë janë atë. Dhe si thush u shkëputa nga ajo. Pastaj në vitin 94 u bë një ndeshje që e nishe skuadrën atje te poligoni. Dhe isha me miq, me Mondrashën, me Xhaxhun, me Refikun, dhe po shifshin bashkë ndeshjen. Humën atë ndeshje me Dinamon, me më shumë pikë se u do dhe pile u prish kampionati, ku diun se çfarë. Dhe më vjen Xhaxhu në shtëpi. Xhaxhu në shtëpi më thotë ha më Xhaxhu se hajde, ja thotë ka marrë me të ranë qafë. Në qafë, shumë. Si me ta thonë, si me se ishte shumë sederli, ishte shumë, qomër, kështë punë. Djali jam, ka qef, që me e marrë, tha me e bë basketbolist. Që të furë, me dhe pa, bën qatë dush, unë nuk merem, se në atë kohë këshin fillu trektin, atë gjënë, merem, pa mirë me thash bjerën. Dhe me 2-3 vetë, dhe më thonë, atë në kanë Spartak. Ishe i ri në atë kohë, ke parasysh, isha 34 vjeç. Dhe fillum, hajde një, hajde tjetër, arritëm u bëdhe 120 fëmijë. Ardhi Afrim Biladi, ardhi Elvis Seiti, ardhi Fatmir Shkonja, ardhi Vildan Mitku, ardhi në të tanë, atë dhe më thënë ishin produkti i kamit Spartak, i ati grupit që fromon në e tjerë donatu i ka, si ma në nështë i gjithë. Shkelzani... Haxhia. Edhe Haxhia vite, po Shkelzani nipi, jenë. Se i shkreti ma të çantën me topa, me piketa, me ndëshëm shqitan. Edhe... Qa po bëjmë, këto? Qa po bëjmë, atëherë lini ideja, të folë me Renatën, të folë me Montin, të folë me Refikun, me Xhaxhën, një tjetër. A bëjmë i shoqëri sportive basketbolli? Po e bëjmë, edhe hime për me bë. Të cumë atë dokumentacionet e të gjanat, edhe më thënë, shiko me rëtimi këtë punë, Bergulemi ishte, edhe Bergulemi ishte, Angelin Shiroga ishte. E u bëmi bërtham njerëzish. Edhe e bëmë, fitu me statusin e tjetër, dhe që thamë, po publikojmë. Pallati Sporti ishte i po bëmë, ne po lushim kanë Spartak, vështirësinet që i tim gjithë, dhe më thënë, nuk është përgjeshtë. Por kanë vitet bukra, sa është e para shoqëni sportive basketbollit e profilizume në Shqipëni, Shkodra Basket. Mas asaj janë këthy mu bë shoqatat, mu bë shoqate, mu bë të tona. Po Zanafilla është e. Aja është e para. Edhe u mlodhem, që po bëjmë, tek përballë kafes madhe, ka pas dhemit i Bajrit, kishte një lokal, Sabah Bajri. Edhe organizojmë ne me Shpëtim Hoxhën, se shpëtimi na nxitte ekonomikisht, se s'kishim mundësi na ekonomike, shpëtimi na nxitte ekonomikisht. Na mbështeti ekonomikisht. Bukuria shumë aty janë të tjetër u bëme, çfarë po gjejmë se bëp 60 vitorin e Renatos. 60 vitorin e Renatos e festuam për mrekulli. Aty vjen edhe Filipi, ishte kryetari i bashkisë, nën kryetare janë të tjetër. Tash Filipi thotë, tash po bëhet edhe pallati i sportit aty. Ishte me le... Shikaj, e që po bëhet pallati i sportit. I vetmi person që i ka pru basketbollit në Shkodër. Që ka bëhet pare në fushë basketbollit në Shkodër. Që ka bëhet pare në skuadër basketbollit në Shkodër. Është një fin histori. Është Qazim Dervishi. I biri ishte aty, po ishte dite. Se po i nogja. Ato të ishte merë për qytetin e Shkodër, që me i vu emin ati njërit. Po, më rëthëm, është e filmu me kjo.
Ditë, domethënë ajo shoqat për dhe emrin e Pallatit Sportit që si ndërvish. Pavarësisht se ka pas shumë komente pastaj, a duhet të ketë atë emër apo emër tjetër? Po gjithmonë kur bëhet një diçka, komentet mos edhe janë pashmangshme. Por e mira është që njerëzit përjerën nga arsyeja, nga kuptimi, sepse kur merr kuptim gjëja dhe kur ti e paraqet se si është, nëse ka alternativë më të mira mos edhe. U krijuar Shkodra Basket, por deri diku nuk u prit shumë mirë. Ndoshta nga opinioni sportiv u prit mirë, por ndoshta edhe nga vllaznia nuk pati mirë pritje. Po ti the pak më përpara që ka pas edhe debat. Historia e kësaj pune është kur bën një gjë, thot pse e bën. Kur se bën, pse se bën. Mirë, po zgjidhja e kësaj dileme mes asaj që don dhe duhet nuk ka asnjëherë karar. Por që nuk u prit, por frutet ishin shumë të shpejta që i përfitoi vllaznia dhe gjëna që s'kishte se ku me u zhvillu më tepër e punë, se pastaj ndodhin 97-a, ndodhin problemet të tjera, sepse Shkodra ishte një qytet që do të superprodhote lojtar dhe do të kishte vllaznia, skuadra e parë, pra, sepse Kalamani marrën një vit i tjetër, i vjen mosha, i vjen mosha, pra, ndoshta në një egoizëm i momentit që nuk du për me emërtu, ndryshe nuk e ka pa me sensin pozitiv atë lëvizje, që për hir të vërtetës, domethënë ishte lëvizje inovatore, ishte lëvizje shumë e mirë dhe ishte në shërbim të qytetit. Jo në dëm të. Dikush mund të ketë keq interpretuar se në dëm dikuj, po absolutisht jo, s'kishte. U spostuat për në Tiranë? Po, mos nej në 97-ën largohem përkohësisht, mos i çova Shkodra Basket në një ftesë që na sajoi profesor Renato Radoja, shkuam në Ferrara, çum Shkodra Basket atje, aty bëm një figurë, me thonë vërtetën të mirë, me kalamajt 16 vjeçar, dhe aty në kontakte që pata me njerëzit, domethënë më ofruan një specializim në Firenze dhe në 97-ën pastaj unë shkova në specializim në Firenze. Dhe të miqt e krijum dhe prej aty pastaj kur u ktheva isha i pa punë. U mora me skuadrë. Dhe pastaj kur dolëm kampion me të rinjtë e Shkodra Basket, që bëmë një figurë shumë të mirë, më propozun ekipin kombëtar të rive. Mora ekipin kombëtar të rive. Dhe duke pa punën dhe prezantimin që bëmë edhe me ekipin kombëtar të rinjve, më propozun që të shkoj dhe punova si inspektor një vit në Federatën Shqiptare të Basketbollit. Pas një vitit në Federatën Shqiptare të Basketbollit si inspektor, më propozun të bësh drejtor i drejtorisë së organizim promovimit të sportit, pra Ministrisë së Kulturës, Rinjisë dhe Sportit. Dhe atje mos në pozicionet ndryshme, kam nej 5 vjet. Pastaj kam qenë drejtor i drejtorisë teknike, pastaj kam qenë drejtor i përgjithshëm, pastaj kam qenë këshilltar i ministrit për sportin, periudhë të ndryshme. Pra domethënë me këtij harkut 5 vjeçar kam ndaj atje. Ju shijoi detyra e zyrtarit apo preferohet më shumë fushën e stërvitjes? Ajo ka kenë një periudhë shumë intensive punët. Në atë periudhë punët, ndoshta dikush ka më ardhur me i kallëzu më mirë se unë, por zbashkut me Tan Shyrin, që ishte në drejtori teknik, unë në drejtori të organizimit sportit, ai u bë zëvendës ministër, unë drejtori i përgjithshëm, pra kena kanë në rekordancë në atë kohë zbashkut të dyja drejtoritë edhe atë, kena bën ndryshime të ligjit të sportit, ku kena detyru të gjithë strukturën sportive shqiptare të marrin status juridik privat, kena bën të gjitha federatat sportive me numër llogarijet në vete dhe nga ent publik
në person juridik privat i kemi kalu. Kena pa një sër ndryshimesh të tjera duke futur sikuracionin sportiv të sportistëve pjesëmarrës në kampionate kombëtare të detyrueshëm, pra nëse një sportist do vriteshe kompania e sigurimit jo të ngelte në rrugë të madhe edhe me shkatru familjen. E një sër gjëra tjera, domethënë që në atë kohë kanë shumë impenjative dhe shumë një sër propozimesh që në atë kohë janë bërë propozime për ligjin e sponsorizimit, janë bërë propozime për ndryshimin e financimit në sport, kanë shumë periudhë impenjative. Transformimi i sportit nga ent publik në person juridik privat. Ka dashur kohën e vet, ka dashur maturimin e vet, por konceptet kanë shumë të qarta. Dhe fatkeqësisht ajo ideja e 1995-s së Shkodra Basket ka vënë dhe lasut e kësaj dite, domethënë akoma nuk është implementuar plotësisht. Megjithatë, u rikthy sërish i trajner. Gjatë periudhës që isha në ministri nga 2002-shi, nga 10 shtator 2002 deri në 18 maj të 2007-s, unë kam qenë i lidhur me ekipin e Valbonës si konsultent, drejtor teknik dhe një pjesë kohë dhe si trajner. Por kam qenë non-stop në i përfshirjen e të. Pastaj nga 2005-2006 isha trajner e ekipit kombëtar të rriturve, edhe pastaj në 2007 isha drejtor ekzekutiv në federat, në 2008 pastaj sekretari i përgjithshëm deri në 2023. Sekretari më i gjatë. Deri tash po. Si arritet të qëndroni kaq gjatë, sepse po shohim që sekretarët edhe pas largimit tuaj, është i dyti radhë tashmë që iken vinë. Po, jena mundu me punu. Ka kanë një periudhë transformimesh, ka kanë një periudhë shumë e fortë, ka kanë me luftë konceptesh, është dashur që klubet shumë sportshë të kuptonin, domethënë që ke ndrruar rend ekonomiko-shoqëror. Pra nëse klubi shumë sportesh është pjesë e strukturës së sportit, ka qenë një organizim i sistemit të vitit para 90, që kanë qenë kooperativat sportive. Dhe nuk mundin që një drejtues i shahut me marrë vendime për basketbollin, apo anasjelltës. Pra duhet të ishte komuniteti i basketbollit me marrë vendime për basketbollin, i shahut për shahun, i atletikës, dhe duhet të kishin një status ligjor që aktiviteti i tyre të ishte brenda kornizave ligjore, dhe të zhvillohesh me federatat respektive. Që më vonë pastaj bën me federatat me numër llogarie në vete, me status juridik në vete, njëra tjetër dhe punoheshin vertikalisht, siç i ka ta në botë. Por fatkeqësisht në Shqipëri, domethënë njerëzit duan një dorë në revani, një dorë në baklava. Po janë dy amëlsina të ndryshme. Të zgjedhur o njërin o tjetrën. Shteti shqiptar krijoi edhe krijimin e dy ekipeve. Po patjetër. Njëri klub shumë sportesh, tjetri shoqat sportive u bën një lësh. Nuk mundet, pra, komplet klubet shumë sportse, ato duhet të jenë hazardshot dhe duhet të jenë pranë bashkive, dispeçeri që marrin projektet e këtyre shoqatave që janë të filluar në federatat respektive, shohin objektivat e tyre, vlerësojnë rezultatet dhe garantojnë mbështetjen, sepse në fundit është një mision publik që i shkëlqen qytetit. Mirë po, a nuk duan, domethënë akoma nuk e kuptojnë, duket ky tranzicion do të vazhdojë edhe në fije. Tek Valbona nuk kanë munguar sukseset kur ishte trajner. Jo, prej vitit 2002 deri në 2007, domethënë ne arritëm që të marrim 5 titull kampion, 4 kupa Shqipërie dhe 5 superkupa. Në fakt e çuditshme, ndoshta ishte Valbona duke menduar tropoj, pavarësisht pastaj ishte në Tiranë, sepse edhe kjo mënyra organizimi edhe tek futbolli, del një skuadër që financohet, pastaj njerëzit çuditen si ka mundësi që Valbona Tropojës apo Ignatia Rogozhinës apo Kuksi shpallën kampionë në sporte ndryshme. Por duket që ai që investon merr edhe frutet. Kjo është e përbotshme, është praktike e përbotshme në sistemin kapitalist. Kush ka, do të ngrej. Kush s'ka dhe nuk në financon, nuk ka çfarë pret. Nuk nxjerrët jam nga pleshti. Nuk mund të abuzohet pafundësisht, shiko se duhet kesh gjak, shiko se duhet kesh këtë, jo.
s'ka më dhanë, kemi ra dakord, do t'japësh. Qofse nuk e bën këtë lloj ekuacioni, nuk do të ecësh asnjëherë përpara. Në postën e sekretarit federal shqiptar të basketbollit, besoj që i pas vështirë për të drejtuar, sepse të gjithë ndoshta nganjëherë edhe mbesin pak kënaqur. Çdo kush që merr vendime, çdo kush nuk mund t'i kënaqë gjithë. E rëndësishme është që vendimet jenë parimore, e rëndësishme është që vendimet jenë në shërbim të punës, dhe pastaj do të mbajnë ngurrinjtë dhe kosto. Ka pas ndonjë koment, besoj edhe nga Shkodra, kur Rabi është shkodran dhe duhet na ndihmoj. Po, shiko, unë jam mundu me ndihmu të gjithë. Mund vite keq, domethënë që Shkodra kishte merret në ato lloj ambientesh, mund vite keq që Shkodra nuk arriti për me bën 3-4 salla që me orientuar rinin në sport, dhe sot e kësaj dite nuk i ka bën. Mund vite keq që Shkodra, qyteti me sasin më të madhe të rreshtjeve, e bën stadiumin e hapur, bën vetëm një kolibë tribunet, dhe nuk është i mbështjellur komplet i mbyllur, qyteti që ka spektatorë më të mëdhenj. Mu më bën përshtypje që Shkodra, qyteti i lojnave me dorë, i krijimit të lojnave me dorë, ka ngel në një bunker, që nuk është nisë për sallë servitore, dhe nuk ka asnjë, si të thush, perspektivë për ta zhvilluar. Mu më vjen keq që hala nuk e kuptojnë që shof edhe një gjoj, qofshe i gabum, por në vlerësimin tim, pretendoj me pas pallat. Pallati do të vinë nëse ti do të kesh 5-6 palestra të standardit vendimit të qeverisë, që thotë nuk do të bësh palestër më të vogël se 40 në 30. Atëherë, Shkodra ka me pas kërkesat dhe pallati do t'i vinë natyrshëm. Pra, do të prodhoj, do të ketë mundësi se si e të keqysh. Në fakt po bëhen palestra por duket jashtë standardeve. Fatkeqësi. Fatkeqësi është. Nuk duhet lejojnë. Vjen keq për komunitetin këtu, domethënë që nuk është i ndihshëm për këtë gjë, por që është pa tolerueshme. Bile një punë e rëndësishme është edhe për median, jo thjesht me transmetuar një rezultat, jo thjesht me kush është problematika e Shkodrës. Ku stërviten fëmijët në Shkodër? Pse një shkollë private bën një palestër më të njëshme se një shkollë publike? Cili është standardi i këtij vendi? Pra, në qoftë se nuk diskutojmë në këtë formë, ne nuk kena pse unë mesën teme e fëmijët të rriten në hapësina më të vogla se sa fëmijët 30 kilometra më dhej, apo pse du të trajtojnë fëmijët tonë një standardi tjetër, krahasim me fëmijët e tyre, pse fëmijët tonë nuk du të kenë hapësinën e nevojshme me zhvilluar të mu përgatit dhe me dhanë sport cilësor, e fëmijët e tyre po. Pra, këta janë tema që me të thënë drejtën mu nuk mblen shijet një herë, se është problemi se bëmë së mi ditë, nuk di gjo. Po fatkeqësia është kur i din, edhe e shef se si veprohet. E transmetuhet pasionin për sportin e basketbollit edhe tek djali juaj, i cili bëri karrierën si sportist, por tashmë ka nisur si trajner. Për dytin vit me radhë drejton vllaznin Enin Llazani. Ja injektuat ju dëshirën për të marrë me basketboll apo a mori vetë? Kam përshtypjen që e kam marrë vetë, sepse unë nuk kam dashje të përfshihet në basketboll. Unë dojshë që t'ishte një ekonomist i mirë, jam mundu për me qunë me dhanë drejtime të ndryshme skolastike, dhe një ditë bukur në tha, po vetëm ti të do me ndojshtë për jetën tem, e kam drejtë me menduar për jetën tem. Aty kam thënë stop. Se më gjithë dhe unë du sport. Bethem, por nuk bjen 2 herë feja një vend, se që ka kanë puna për sportin, dhe më thonë, i kam marrë, mos me ndoj që, jo, atë nuk kam qefë. Edhe e ka vujt shumë qenonin e... Djali Korabit. Po. Por të shtë unë jem shumë krenar dhe më thonë që them jam baba i Enit. Sepse ka bë një performancë të jashtëzakonshme në shumë të mirë, se të jashtëzakonshme shumë e madhe për me thonë. Ka bë një performancë shumë të mirë në kualifikimin në FIBA që ka bë. Ka marrë titullin trajner e Europës, bile instruktor, me instruktor trajner të Europës. Atë s'ta falë Korabi, s'ta falë kërkush, dhe më thonë, sepse me peshi që me kompani, dhe më thonë, me dhanë provime e gjana, se kanë e letë.
e manifeston shumë më mirë, është shumë më i përparuar se sa unë, dhe në jem krenar dhe më thonë që jam baba i Enit. Jo t'i thonë Enit i djali i Gorabit, po jam unë baba i Enit. Sepse Eni ka kriju, dhe më thonë, konfiguracionin e vetë dhe më bën krenar për nivelin dhe përgatitjen që ka. Ka drejtuar për shumë vite në Kamës, por edhe pjesë e ekipeve kombëtare të ndryshme të moshave. Por si thash për 2 vite me radhë është trajner i Vllaznisë. Erdhi ofertë apo ishte edhe shtysa si Shkodran për të marrë përsipër drejtimin e kësaj skuadre? Shiko. Unë fëmijët e mi, dhe më thonë që kur kam shku në Tiranë, i kam hedhë mrapa në Sedilje, dhe të premte shtunë e dile, dhe më thonë premte ndorë shtunë e dile, unë kam kënë Shkodër. Veç kur s'ka mujë, dhe më thonë puna nuk më ka lanë. Fëmijët e mi kanë kënë të lidhun në mënyrë të pasgjithshme me Shkodrën, me gjyshat, me kushinjt, me tjera tjera. Dhe për rrjedhoj, dhe më thonë, edhe me basketbolin. Ai nuk erdhi me lujt me bota e në Shkodër, se Eni është pjesëtar e ekipit Vllaznisë kampion. Ka ardhur, ka lujt, ka kanë lojtarë i formacionit që Vllaznia ka dalë kampion. Kështu që është krenari edhe për mua, dhe më thonë që ka zgjedh me përgjigj pozitivisht ofertës që është bërë. Me të vërtetë Shkodra thotë ai me ngeq që është një gjendje të tillë një tjetër, po Shkodra është e vështirë. Është e vështirë sepse është emër dhe ka nevojë për aksesor ninës mbështetës për me rikthyer edhe një herë. Por Inia ka të vrullin e vet, ka ato ëndrat e veta, ka ato shtysat, ambicjet, domethënë që pse ja, domethënë mos më marrë edhe titull ose me e banë që me funksionon një strukturë për basketbolin në Shkodër. Si njëri që jeni pranë sportit për 50 vitesh, si e gjykoni rregullin e ri për të aktivizuar lojtarët huaj pa limit? E ka pas basketbolli, tashmë e ka dhe futbolli. Opinionet janë të ndryshme, unë s'kam qenë dakord dhe nuk jam dakord. Unë kam qenë dakord, tash janë po banë 3 vjetë që janë largu nga institucionet edhe nga forumet drejtuese si antar kryesie dhe tjera, por është një autogol që shumë shpejt ka me dhënë frutet e veta. Për keq? Autogol, thash. Shumë shpejt ka me dhënë frutet e veta. Ashtë duke i dhënë të vajzat, por shumë shpejt do japë dhe të djetë. Shpresojmë që gjërat ecin më mirë, shpresojmë që ka mu kujtu në kush me nxjerë vendin tonë prej sikletit, dhe ka mu miratu një ligj për sponsorizimin, si që ka gjithë dynjaja, se vetëm ne nuk i kene në gjithë Europën, që të nxisin investitorë të jenë interesuar për të afruar të sportit, për t'i dhënë një shtys si që duhet sportit, për basketbollit në veçantisë, për basketbollin po flasim. U zenomi qik, u hapemi qik të përgjësit të eksportit, por ashtë i domosdoshëm ligji sponsorizimit. Unë e kam thënë ka shumë vite dhe vazhdoj për me thënë deri ditën që të realizohet një diçka e tillë. Ka pas opsione, ka pas oferta, ka pas shumë gjëra. Po këtë më të një gjë, ku ishte Shqipëria në futboll dhe ku është? Ku është Kosova në futboll dhe ku është? Po kështu me sportet e tjera, basketboll e tjera. Pra, si që biseduma për derisa jemi në kapitalizm, kapitalizmi do në investim. Dhe investimin në shteti mos e prit asnjëherë 100%. Duke siguru investim nga burimet dytësore të njoftura nga shteti, edhe shteti vetë do të ketë aktivitetin sportiv legal. Nuk do të ketë njerëz që punojnë të zezë, sportistët do të kenë vitet e punës, sigurimet, pra do të jetë kthim në rentabilitet. Jo vetëm të aktivitetit sportiv, por dhe të aktivitetit jetësor dhe aktivitetit financiar në raport me shtetin dhe me zhvillimin total. Të shpresojmë. Shumë profesione, sportist, trajner, drejtues ministrie, drejtues federate për shumë vite. Ku është ndjerë më mirë Kora Bllazani, tek cili prej këtyre profesioneve? Ku ka shijuar ndoshta më tepër punën e tij?
Nëse është i punë, unë kam pasi defekt vogël, që çdo gjë kam marrë seriozisht. Çfarë do të punët që kam bërë, e kam marrë seriozisht, ose se kam fillu fare. Jam, si thush, i plotësuar dhe një farmaset që ato gjanat që i kam marrë, ndoshta mund të kishin pas zhvillim më dinamik, mund të kishin pas realizim më të shpejt, por që një pjesë është realizuar dhe një pjesë është në rrugën e realizimit. Ajo fishlima këpucëve në parket, ajo përplasja topit në parket, në jep një lloj adrenalinit halasot që është të vështirë për me shgull nga vetvetja. Cili është lojtari më mirë me të cilin keni luajtur? Që ndoshta keni qenë i fiksuar pas ti për klasin, për talentin që tregonte në parket? Kam kanë shumë. Në datë parë kanë shokë të mi të skuadrës. Më thonë që rrujë për respektin dhe konsideratën më të madhe. Ose ne kanë shokë të ekipit kombëtar. Në shokë të ekipit kombëtar, të më thonë, këto të shkodës jetë gjithë për Preshtin. Qyshte injektimi i egos në sport që ka marrë për Zevgjonit, deri të kërkesa e mënyrës së sjelljes nga Refik Varfa. Mos ne lezeti dhe dashnia që kemi pas me Sokol Kalin, për shembull, kam ketë një dhomë. Dita parë që garën skuadrës Sokol Kali ka kanë dhomë me mua deri ditën që mori rrugën. Më tha, ditë më kanë prit apo vjen edhe ti me ne. Unë isha me djalë 7 muaj. Po me Marinë, me Mikelle, me një Astrid Zaganjori që erdhi më mrapa, që futem dhomë mes, e mora me veti. Me tonë, me Benidris, me Bledar Gjeqën që e kina marrë, e kina tërhek për në skuadrë. Benidris, se të mund dhe me harru në një, dhe nështë e i me të qevi, kështë që mos më detyroj për me përmend në emna. Kurse drejtarët e ekipit kombëtar, më të veçantit, ishin, kur ishe me Sokolin, në skuadrë, për shembull me Turqin, në Tiranë, në 86, mos e ka bëj, 86. Ishim lojë në fund, edhe ishim unë e Sokolin lojë, Gazi, edhe asit greva, ashtu si flita, shikoj dhe, ju shkodranët, zgjidhën një situatën ashtu si tini ju. Ne ishim si zeqë trumë, më thanë, aty ishin tanë ato që shkryshin gazetat e bëjshin e tjetër, të njerë të zgjidhën ju shkodranët ashtu si tini ju. E kupton? Por, gatë qa që ishte një lojtar, do më thanë që ishte shumë klasë në fush. Ilir Trebicka ishte... Shumë në shënë parë që më kam hime lujtë në Itali, kur ishte Pallati Tyramra, ke vërësysh. Veç Iliri e Gazit, do më thanë, ishin ato që ishe organizatorë, ato që staren që në topin dorë. Tjerët ishin vështirësi, dhe ato duket ishin emocionin e tjetër, të dy ishin historina, por që janë bukra. Trajneri që ka mbetur më shumë mendje, për mbështetjen, për profesionalizmin, për shumë gjëra. Ta thash, trajnerët e Shkodrës, të fillu prej dhe Bjorg Lemi. Bjorg Lemi ishte inxhinier. Ishte inxhinier, do të thonë ishte i shkencave eksakte. Me të më ka lidh punës, më ka fut, më ka rikthyer në basketboll. Do të thonë, më ka marrë, më ka fut në basketboll. Plus kësaj, do të thonë, kur Bjorg ishte kryeinxhinier në Armarit, mu më çojnë me bë stazhin, se unë kam bërë shkollën industriale. Mu më çojnë me bë stazhin në Koman, në oficinën e Komanit. Një për shtëpia jeme me nërmarën në Shenes, ishte bujarin takote vazhdimisht. Dhe si janë të këne, se ishte shumë i apasionum, mas vëtë të godit. Dhe më thot, qa vana e të këne ishte, thash, më duhet me shku në Koman. Qa thë? Në Koman e që atëm kanë thanë për me shku, Koman, zyra punës. Qa thu më tha? Ka që më tha mu? Nërkohë, më thrasin të gjyrës punës, hajde me fillu në Shene, ku ishte bujari kryeinxhinier, hajde me fillu në Shene në kantitet prodhimit si mekanik.
E kupton, pra janë persona, personazhe që të lejnë shije. Mos nëjna, Petrit Osmani ishte para dite, mos dite, o me ne, me mu e Sokolin, o në shpi tjenit, o në shpi tjetrit, se rishim bashkë. Si po bëjmë me këtë, si po bëjmë atë, Renate ishte i fije ma, nërshë edhe me Renate në kënë dhe i ma shkurë, se më dhe në 81 erdi Petriti, dhe deri në fund këna kënë me Petritin. Po këna kënë shumë familiarizumë, Edhe Renate u mundote, edhe Petriti u mundote. Në 50 vite karrierë sportive, momenti ku je ndjerë më mirë ndoshta? Momenti ku jem një më mirë, kam qenë sekretari përgjithshëm. Në Peskara 2009, kur skuadra shqiptare mundi skuadrën e Serbisë. Edhe ashtu, edhe aty fesë, si tek futbolli, kur fiton të Serbisë, që u detyru parlamenti i Serbisë, u detyru për me marrë masa dhe me e trajtu si çështje. Lojnat mesdhetare Peskara 2009. Momenti më i vështirë në sport? Ka kënë një ndeshje me Partizanin në Pallat Sportit. Mos të bëj, ka kënë 87-a. Mos të bëj. Fillojmë ndeshjen, ishin shit biletat, do më thonë, të kryqëzimi deks më anshme ishte murë policijet. Në Sarreq murë policijet, atje u thunë 3 herë dyrt, në kishtë modhe. E fillojmë ndeshjen, ne aty të minuta e 4-5, Sokol Kalej vrau kamën, gjunin. Dëmtoj ligamentin e mbrëmshëm. Dhe tanë pallati nuk e besote që Sokoli ishte dëmtu. I shketi në 3 muaj në Alqi, dhe më vonë. Dhe arritën që më na shku 18 pikë para Partizani. Imagjinoj sallë, më thënë si ishte plot. Dhe dikun ka minuti 15, ose në i fije ma herë, dhe më thonë, përmysit rezultati. I marim 18 pikëshin e revanchit. Dhe tonë skuadrë, dhe më thonë, për lute për shokun që në kështë e metet, dhe rritëm e fitu me 3 pikë. Së në kanë lanë medalë për i Pallatit Sportit, në pritë në dhe në krytë pjatës për i bërvojtë me Azerbajxhanë. Pra, a i ka kënë momenti më i vështirë, dhe më thonë, i përgjegjësisë më të madhe për publikun që ishte i zhgënjym në artificiale se i shkajt e Vraukamen dhe tulli dhe i prallësh në dzirte dhe grupi që u mblodh për të i dhënë një rezultat, dhe më thonë që i dha shënë në zimë të në Shkodrës. Koro Bllazani, po shkojmë drejt fundit. Ju jetoni prej, si thash, prej vitesh në Tiranë, por jeni shumë i lidhur me Shkodrën. Duket që edhe periudha e aktivizimit me vllaznin ka mbetur në mendjen tuaj. Çfarë është ky emër në mendjen dhe memorien e Kora Bllazanit? Shiko, ne në qikë shu që në borën, por me kënë Shkodran është privilegj, është përgjegjësi. Duhet me dhonë, duhet me kontribu se i cili që me rrujt vlerën e këtij emrit. Dhe unë, në modest, aq sa kam pas mundësi, nuk kursehem edhe sot. Në asnjë mënyrë për çfarë do dhe mundësia që mjere. Por Shkodra është dashni, Shkodra është një qytet që mohet në 3 kollona. Shkodra mohet në kulturë, art, sport dhe biznes. Po të heqish në njenën nga këto kolona, bjem si ngrehin. Dhe është mirë që gjithse cili me kuptu dhe me kontribu, dhe më thonë që kjo ngrehin me shku e më përpjet. Të shtirin e jena ka fundi, por që duhet për me eduku brezin, duhet me angazhu, duhet për me i bo të vetëdijshëm se asgjë nuk është e rastësishme. Por çdo gjë bëhet nëpërmjet punës, çdo gjë bëhet nëpërmjet dijes e nxënjes.
Qofse nuk arrim të dyja me i vunë bashkë me njëna tjetrin, asnjë prej nesh nuk i bën mirë Shkodrës. Korrapllazani, të falenderoj për këtë bisedë. Sigurisht që 50 vite sport nuk mund të mbledhen në një orë bisedë, por besoj që jemi ndalur tek etapat kryesore të karrierës tuaj, tek sukseset, por edhe vështirësitë e kaluara. Falenderoj. Të nderuar shikues, ishim në këtë emision të 65 të podcastit tonë me një nga emrat e njohur të basketbollit shkodran dhe shqiptar, zotin Korrapllazani. Do të takohemi sërish në emisionet e ardhshme.